Ky është projekti I cili e konceptualizon këtë ide me hapësinë publike. Secili e kemi obligim të ruajmë dhe të respektojmë kujtesën historike. Jemi shumë të lumtur që ky proces po ecën përpara dhe se tani më do të krijojmë në zemër të Kosovës, në Prishtinë, një dëshmi të përhershme ku do të kumboj përgjithmonë zoni I komandantit legjendar Adem Jashari për gjeneratat e ardhshme, për secilin që vjen këtu, secilin turist, secilin vizitor, edhe atëherë kur ne nuk do t'jemi më. Pa urime kryeqytetit, urime Kosovës, lavdi familjes të herojit legjendar të generalit Adem Jashari. Koncepti është qasja e zonit, për shembull, këto janë ato elementet kur thuhet, kur lexohet besa bez vetëm një vdekje se tjetër s'ka në këtë jetë, edhe një fjalë e mirë, pra ky është aspekti abstrakt I cili transformohet nëse lexon edhe del zoni, praktikisht zoni I cili edhe I thot këto fjalë, pra nëse I lexon këto fjalë, atëherë ritmi I zonit është I transformuar në hapësinë publike, I cili pastaj po ashtu edhe duplifikohet edhe si fontan, si element I cili e ka edhe ujin si pjesë të këtij procesit që ndoshta reprezenton edhe jetën edhe një cikël të jetës.